Skenari duket I njohur tashmë. Vladimir Putin deklaron se ka urdhëruar trupat të tërhiqen nga kufiri me Ukrainën, ndërsa NATO-ja mohon të ketë lëvizje në zonë. Kreu I Aleancës Veri Atlantike Anders Fogh Rasmussen u shpreh në Bruksel se nuk ka asnjë provë që të vërtetoj pohimet e shefit të Kremlinit, edhe pse po të ishte e vërtet tërheqja do të shihej si shenjë e vullnetit të mirë të Moskës për fundin e krizës ukrainase. Më duket se kjo është deklarata e tretë e Putinit për largimin e trupave ruse, por sërish deri tani nuk kemi parë asnjë tërheqje. Më vjen keq vërtet sepse largimi ushtarëve rus do të përbënte kontributin e parë të rëndësishëm për shtensionimin e situatës dhe në fund të fundit nuk ka arsye pse forcat ushtarake ruse të grumbullohen në një shkallë të tillë përgjatë kufirit me Ukrainën. Putin pohoi më herët se kishte urdhëruar trupat që po bënin stërvitje ushtarake në zonat pranë Ukrainës të riktheheshin nëpër baza. Njoftimi I tij erdhi vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Shtetet perëndimore kanë protestuar ndaj dislokimit të 10 mijëra trupave ruse pranë kufirit me vendin fqinj të trazuar prej muajsh tashmë, duke shprehur shqetësimin se një grumbullim I tillë mund të ishte një parapërgatitje për marrje nën kontroll edhe të territoreve të tjera, pas aneksimit të Krimes në muajin mars. Kremlini I bëri gjithashtu thirrje Kievit që të tërheqë menjëherë trupat e tij nga Ukraina lindore. Ushtria dhe policia ukrainase po përpiqen prej javësh tashmë të zbrapsin rebelimin pro-rus në rajonet lindore. Separatistët në këto zona kanë shpallur mëvetësinë nga qeveria e Kievit dhe vullnetin për të bashkuar me Rusinë, ndërsa përleshje të dhunshme kanë shpërthyer në qytete të ndryshme mes forcave ukrainase të sigurisë dhe kryengritësve.